Agona Jeti, njëri nga Presheva, është përballur përdit me njerëz që kanë ardhur nga larg në lagjen e tij. Refugjat që shtohen përdit për fatin e të cilëve nuk pyet askush. Ai së bashku me disa miq të tij u kanë ofruar shtëpitë e tyre që kanë qenë të pabanueshme, ndërsa lagjet shqiptare të luginës së Preshevës kanë streuar dhe strehojnë edhe familjen në gjendje të rënda. Ne identifikuam pikë pare, domethënë 3 shtëpi të cilat fillimisht ishin të pabanueshme dhe me një intervenim tonin të vogël, ato domethënë u kthyen duke plotësuar kushtet spaku minimale për strehimin e tyre. Në për to 3 shtëpi unë mund të them se ka arritur numri diku mbi 200 persona për një natë që janë vendosur në këto shtëpi. Përveç Ajetit, banorët kanë ofruar ndihmë ushqime për kujdes mjekësor. Para disa javëve një grua lindi në këtë zonë. Mira refugjat kanë arritur nga Siria për shkak të presionit edhe nga Hungaria. Policët e këtij shteti bashkë me ata austriake serb kanë filluar patrullimet e tyre në zonën kufitare me Maqedoninë. Veliki broj je sprečen, evo samo da vam kažem, u toku jučerašnjeg dana kemi parandaluar kalimin ilegal të rreth 800 personave për një ditë, ndërsa mund të themi që për një javë numri është mbi 1900 persona. Za vikend taj broj je preko 1900 lica. Ministrat të ndryshëm vizitojnë këtë zonë. Qeveria e Serbisë ka filluar ndërtimin bashkë me ndihmat lokale të një strehimorjeje të përkohshme ku ata mund të pushojnë. Fluksi i madh ka bërë që gati mbi 30.000 refugjat të hyjnë në rrugën e Evropës. Për mënyrë edhe ne kemi kaluar në për disa përjetime të ngjashme me emigrantë, domethënë për kohrat e luftës që e kemi kalu në më parë, dhe qytetarët vetëm se janë solidarizuar me ndamundësitë që kanë pasur, domethënë duke ofruar ndihmë të ndryshme, qoftë me mbulesa, qoftë me ushqim, qoftë me çfarëdo lloj ndihme, çfarëdo lloj mënyre. Megjithatë në Ballkan, njerëzit si Agona Jeti dhe miqtë e tij duken të pakët që lidhin emigrantët në rrugën e Katraurës me pak mirësjellje, që për këta njerëz është kujtesë dhe shpresë në rrëfime zinxhirore të tragjedive. Idro Seferi, Top Channel, Beograd.